بكنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب. Profesor, një dëgjuese po thot profesor Amleu thotë që të marr pjesë në një aheng I cili do të mbahet me festën për rastin e 8 marsit, aty thotë do të jenë vetëm femra, por gjithashtu do të ketë edhe muzikë nga një femër që do të bëjë muzikë aty. Mas pari 8 marsi është prallë. 8 marsi është prallë. A dhe shka prallë e fëmijëve. Me I mashtru gratë. Me azju një grosht hi grave, që na juve pjo respektojna nomen e bane, qka respekton ti? Ti respekton femrën, nanën, mësusen, motrën, grun jepni një bëqet lullesh një herën më të mëtë. Nuk e jipet nanës një bëqet lulle një herën vetë, po jipet për dit. Nuk është dita e nanës, dita e 8 marsit, për dita e nanës janë 365 ditën vetë. Që ditën e 8 jepi lule, e ditën e 9 pështyën ftyrë, ditën e 10 mësja që telefonin heqet, ditën e 11 që të përja është ta krejt, që ka murve shke prallë është kja, I gare ka bëtja. Nona du të respektohet 365 ditë. Në puth nonën në balë, e mja puth nonës durët, e mës me dollë për shpis për përshëndet, e mës me hinë shpi për përshëndet nonën, e mës me shku të thmija të gruja pa shku nërë të nonët e baba, e me thonë e një mirë, që sheni kër që shpipunësh, për pipunës, e mës me shku më ra me fjetë, pa I thonë nonës e babës natën e mirë, e me kësyre anë mlu, a jenë ra, a ka nevoj diqka, po pra, e kër blenë diqka herë që nonës, e ja pare tuat, e blenë dhërata, e gëzën, një herën më një lule. Nonën tjetër atje thot, që nonën është në do uqë atje bëmë dhe buk? Që më bëllë të vetë? Tu nona për qashtë? La ilaha illallah. Lehat me silë, të pralën. Pralla me mashtru gratë. Hajtë më lëmële se na pja vestem ditën e 8 marsit. Për shfar ditën e 8 marsit? Kështu që kësi fest është e pa drejt dhe nuk bën me shkuna për këtu festa, edhe mos të ketë muzikë nuk bën me shkuna këtu festa, sepse ne nuk I madhërën festa kërkujna. Ne e ngritëm ma shumë se krejt dunjaja, nanën, e grun, e motrën, e gjyshen dhe çdo femën. Sepse Allahu na ka urdhëruar. Te bareke ve teala.